Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë se si me dizajnu një vizitë karteli me Adobe Illustrator. Klikojmë File New edhe hapa dritarja. Pastaj këtu e kemi me zgjedhje një sinë moce. Zakonisht në Kosovë dimensioni i vizitë kartelave është 8.5 me 5.5 si standard, domethënë centimetra. Për arsye se kjo është një format i zakonshëm sa një kartele bankës. Por nëse kërkojmë në internet, mundemi me gjetë që në vende të tjera të jashtme zakonisht është 3.5 inça me 2 inça. Këtë rast na zgjedhemi me kriju një dizajn vizitë karteles, po e bëmi me standarde sikur jashtë 3.5 inça me 2 inça. Po këtë rast po du vizitë kartela më kon portret, do të thonë më kon e lartë 3.5 inça, ndërsa gjërësia më kon 2 inça. Këtë rast po e bëj portret këtu, do të thonë te gjërësia po e bëj 2 inça, lartësia 3.5 inça. Edhe këtu artboardin e zgjedh me 1, ndërsa këtu i lëmi 0 si janë. Ndërsa këtu nuk kemi nevojë me prek diçka tjetër, sigurohemi me pas cmk ngjyrën, 300 dpi me pas rezolucionin, për arsye se ngjyrat për të print përdoren cmk, ndërsa rezolucioni përdoret 300 dpi. Klikojmë Create Document, edhe pastaj klikojmë Create këtu. Shikoni, kjo është formati i vizitë karteles. Në këtë hapësirë kemi me dizajnu vizitë kartele. Për këtë, unë kam zgjedhur një logo, e kam logon këtu, edhe logo është formati AI, do të thonë formati i Illustratorit. E klikoj 2 herë, hapet logo, e selektoj CTRL-C, dal këtu, CTRL-V. Shikoni. Pastaj me shift në mënyrë proporcionale, po e zvogëloj logon, edhe po e vendosi këto. Pra forse shto në mes. Përveç sajna, tani po du mi shfaq vijat që në animojnë për me bëjë dizajnin në mënyrë simetrike. E marr katrorin, vetëm klikoj këtu, edhe i zgjedh dimensionet, do të thonë 2 me 3.5 inça, enter, hapësira bëhet sa është kjo. Unë me qëllim për janë ngjyrën, që me vrejti u dallimin, me selektoj këtë, pastaj të align, shikoni në kam këtu të shfaqt. Ju mundi me shfaq të Windows këtu, e keni align, edhe kur e selektoni këtë, klikojmë këtu edhe bëmi align to artboard, pasi nuk kemi me krahasu me diçka tjetër, kështu që e bëmi me qit do të thonë mbas artboard. Artboardi është kjo pjesa hapësira punës që kena kriju. Okej, me selektoj këtë, edhe po klikoj center. Kjo me vijën mes është për center, edhe kjo me këtë vijën është për center. E vendosa këtë. Pastaj, shkoj këtu. Pastaj këtu, edhe pastaj këtu. Offset path. Klikoj këtu, e klikoj preview. Shikone, ju mundi me pas kështu, apo kështu, varsisht ju zgjidhni sa po tani me pas, mundi kjo pjesë, për shembull, po bëj 45. Për shembull, varsisht sa dëshironi me lënë hapësirë prej qoshit, po më duket kjo është e mjaftueshme, klikoj OK. Tani po klikoj te kjo e larta, po bëj delete, kam vetëm kjo pjesa që u kriju. Ne kena kriju çto me çet veprimin që e bëna. Pastaj e kam selektuar me kët, po klikoj me tastin e djathtë, edhe klikoj Make Guides. Kur klikoj Make Guides, kjo heket mos si formë, po tani është si guides. Kjo, ku ta rrumi si fotografi ose si PDF apo çka do që e rrumi, ose nëse e printomi, këtu nuk dalin. Këtu shërbejnë vetëm mu orientu na si dizajn. Po tani nëse shkoj kështu, kjo selektohet. Po nëse shkoj me tastin e djathtë edhe bëj Lock Guides, do të thonë kjo i bllokon guides, e klikova Lock Guides, tash kjo nuk selektohet. Do të thonë preferohet me bë kështu për arsye që mos më na pengu kur bëmi veprime këtu dizajn. Hapi tjetër, po e marr katrorin këtu, edhe po filloj kështu. Hapi parë. Këtu pelu hapësirë me shënon emnin. Edhe po e marr me I, edhe I-a është kjo, do të thonë ngjyra. Edhe kur ta klikoj I-ën, kursori ndryshon ngjyrën, edhe tani po klikoj këtu mbi këtë ngjyrën. Edhe e marr ngjyrën e kësaj logos. Pastaj bëj këtë CTRL-C, CTRL-Shift-V, kjo do të thonë bëhet copy paste në pozicionin e njëjtë, edhe tani po e marr për lëvizjen të poshtë, për shkak këtë rast kështu, edhe po ngrej deri këtu poshtë. Hapi tjetër e kam këtë selektuar, klikoj I,
edhe po e marr këtë ngjyrën e mbyllt tekstit. Okej. Tani po du me shënu këtu emnin, vjemin, pozitën, tani këtu poshtë me qiti informatat e kontaktit. Okej, si po ja bëj, po e marr tekstin, atë, edhe po filloj me shkru, po shënoj këtu. Ky John Doe është zakonisht përdoret për emën demonstrime, sikur shqip që i bjen për shembull filan fisteku. Këtu fonti për zgjedhje rregullar, nësa te karakteret klikoj, edhe po bëj TT, alt caps dhe më thonë këtë me shkronja të maja. Pa marrë këtë tekstin këtu. Ndërsa ngjyrën tekstit po ja bëj ngjyrë të bardha. Kështu, shkoj këtu edhe po bëj ngjyrën e bardhë. Pastaj po klikoj CTRL-C, CTRL-V, tekstin vendos pozicionin e njëjtë. Shkoj këtu te poshtë për lëvizi, po klikoj dy herë edhe pe ndryshoj tash. Tash CTRL-A apo më me bu kështu me zvoglu me shift, përse kështu. Tash këtë edhe këtë po i selektoj edhe po i qes më këtu në alt, edhe këtu e kena opcionin me zgjedh align to artboard, edhe po klikoj po i qes në center këtë dyja. Po tash pozitën po du pak me dallu, kështu që po lëvizje më poshtë, po e marr një katror, po e bëj përse kështu. Tani, kjo tregon që fusha ka ngjyrë kufizimi jo. Nëse klikoj Shift X, apo nëse klikoj këtu, të kjo që gjeta këtu, shikoni ndryshon tash. Fusha i hekët ngjyra, kjo më vjen e pjetë nuk ka ngjyrë, ndërsa kjo kufizimi ka ngjyrë. Këtu e kemi opcionin me menaxhu trashësinë, në këtë rast, po e rriti, përse kështu, edhe po e bëj 0.5, më thonë trashësia, do këtë njaftueshme. Gjithashtu, këtu dyja, tash po i selektoj, edhe po i qes kështu center. Okej. Hapi tjetër po vendosi këtu me i përdor informatat e kontaktit. Po e marr e pasan shënu këtu ka bë. Okej, vetëm ta korrigjoj. Tash po i selektoj, do të thonë këto dyja, qes center. Tani po i vendosi këtu poshtë informatat e kontaktit, po e marr këtë tekstin, CTRL-C, CTRL-V, shikoni ku del, po klikoj mbi këtë tekstin dy herë, edhe po filloj me shkru. Shani numër telefonit. Okej, kështu. Tani, CTRL-C, CTRL-V, pona dhe me thonë tekstin copy paste për lëvizjet e poshtë, edhe këtu për ishë në emailën. Edhe këtu poshtë website-in. Tani këtu e kitë në shënat moja, po i selektoj, shkoj te karakteret, edhe po ja heki all caps, se marrët e patëm të selektu me këtë. Okej. Pra po i bëj këtu CTRL-C, CTRL-V, po i lëvizim poshtë, edhe klikoj dy herë me shënu. Edhe për shembull Prishtinë, Kosovë, kështu. Okej. Tani po i selektoj këtu trija. Shikoni kur po bëj këtë kufizimi, selektohet edhe kjo. Pastaj klikoj me shift, edhe klikoj kët, hekët kufizimin prej kësaj na metët prej tekstit. Nësa këtu të align, këtu po shkoj edhe po hekim prej artboardit, po e bëj prej selection, domethënë prej këtyre që janë selektuar. Pastaj e kemi me zgjedh këtë opcionin këtu, ke e gjen hapësirën mesatorën prej kësajna edhe kësajna dhe i bën kështu. Hapi tjetër kena me vendos ka një ikon këtu. Por ikona e përdorim me website-in flat icon
.com, këtu shkarkojmë ikona ndryshme. Unë i kom zgjedhur këtu paraprakisht, ndërsa në këtë rast po i shkarkojmë bashk. Këtu klikojmë, edhe kemi opsionin me gjetë IPS, do të thonë .eps është formati i ilustratorit. Klikojmë këtu, e bëmi free download, edhe po zgjedhëm në më shkarkojmë desktop. E para urrit. Tash po shkojmë të thonë me rand. Edhe këtë verë këtu, free download. Edhe këtu për zgjedhëm të thonë formatin EPS. Tani shkarkova, për i hapi me rand, për i hapi numrin e telefonit, për klikoj 2 herë, hapët kjo. E marrë këtë ikonën, CTLS, thena këtu të projekte, klikoj CTLV. Pastaj, filloj e zvogloj. Me shift, më thonë me shift në njërë proporcionale. Po i vendosi njërë të 3 ikonat, këtë, me selektoj, copy, paste, edhe këtë po e zvogloj, edhe ikonën e fundit, CTLV këtu. Ok. Tani po filloj me vendos. Bëj kështu. Normal ikonat, këmi zvuklu se në këtë rast janë shumë të moja. Ok. Para se mi vendosu ikonat, po i largoj pak këtu, edhe po e marr një rreth, edhe po e krijoj rafërsisht kështu. Më thonë me shift e krijova në mënyrë profesionale, ndërsa klikoj me I po ja marr ngjyrën e pembe, shikoni. Pastaj po klikoj CTRL-X, po bëhet ngjyrë vetëm kufizimi. Edhe tani në rregull, tani këtë rrethin po e marr, po e bëj CTRL-C, CTRL-V, edhe po e vendosi kështu te poshtë, CTRL-C, CTRL-V, edhe këtë. Pastaj po e gjej këtu rafërsisht mesin, e selektoj tash. Do të thonë edhe kjo është mes, po muj për çdo rast me selektu këtu të trijat me shift, edhe pastaj me gjetë këtë opsione këtu, kjo gjen mesin. Pastaj po vendosi ikonat mrena rrethit. Edhe këtu po e zgjedhi me pas për shembull ngjyrën e bardhë. Po ka raste kur ta ndodh kështu, që po kthena mbrapa kështu. Kur ti marrë me disa ikona prej ilustratorit, do të thonë formatin EPS, kur të ndromi ngjyrën kështu, shikoni si bëhet. Kështu që po kthena mbrapa, e marr A, klikoj shpërtisën A apo këtë direct selection tool, klikoj këtu te vijave që moj selektimin kështu, edhe pastaj klikoj 2 herë delete, edhe pastaj kur ta selektoj këtë, muj më ndryshu ngjyrën, shikoni. Kështu, njëjtë po vërpoj me këtë, po klikoj direct selection tool, selektoj këtë, delete, edhe pastaj e selektoj edhe ja ndryshoj ngjyrën. Okej. Gjithashtu edhe me këtë. Nuk ndodh të çdo ikon, po të disa ndodh. Kështu që është mirë me ditë këtë proces. Pra po klikoj këtu te direct selection tool apo shkruesën A në tastier, do të thonë A, edhe tash këtë selektoj. Është okay. Pastaj po i zvogloj. Edhe këtë e kam selektuar, po klikoj këtë edhe po i qes. Do të thonë këtë i qes center, edhe i bëj tash CTRL-G. Pastaj edhe këtë e zvogloj, është shumë e madhe. E selektoj edhe këtë, e qes center, CTRL-G, edhe ikona tjetër. Pastaj kështu. CTRL-G. Tani po i selektoj kështu, me shift po e heki këtë, edhe mesin vetëm këto, po i qes kështu center. Gjithashtu, mundem edhe këtë opcionin tjetër, po i selektoj këtu, e heki këtë, edhe i qes përshat center kështu tash, me këtë opcionin këtu. Tash po i selektoj këtë dyja, po i bëj center, edhe po i bëj CTRL-G përshat në këtë rast, edhe këtu. Gjithmonë ku selektohet edhe kjo, klikomi me shift, edhe klikomi këtë hapësirën cëllën, po domi me deselektu, hekët deselektimi, i qes center, CTRL-G, gjithashtu edhe këtu, se nuk i bona CTRL-G. Tash,
Me selektoj këto, me heki këtë, edhe pastaj me zgjedhë këtë opcionin që me gjithë mesatarën. Shikoni u bë një lëvizje e vogël. Ndërsa tasht, ideja është që këtë me vendos mrena mes kësaj hapësirës. Kështu që çfarë bëmi? E marrëm një katror, edhe e bëmi prej qoshit në qosh. Okej, po ja vendosim një gjyrë tjetër që ju me vret efektin. Tash kjo më nalt. Nëse klikoj CTRL Shift edhe klop të mesme majtas, kjo shkon poshtë. Tash i selektoj këto dyja edhe bëj center. Shikoni, lëvizje dhe kjo, pastaj në këtë veç e marr lëvizje, këtu e selektu me bashkë, domethënë, edhe tash jam i sigurt që kjo është mrena, domethënë center. E selektoj, e bëj delete, edhe kjo është sa i përket pjesës parë. Po tash nëse do me bëu pjesën e dytë, për shembull vizit kartelës së dizajnit mbrapa, atëherë i kemi domethënë artboard, i kemi kriju me artboarda, i kemi domethënë artboard i menaxhojmë nga këtu, apo i kemi edhe këtu ta shkruaj artboards, këtu janë artboards. Nëse ju nuk i keni artboards, i keni kote Windows si shfaqni, kështu që po klikoj new, shikoni bëhen dy artboards me dimensione të njëjta. Tash çfarë do më marr? Po klikoj kët, po bëj ose më me ngrehet CTRL Alt, shikoni kjo ngrehet kështu si drag and drop, po e vendosi këtu poshtë në fund. Edhe kët po e marr drag and drop edhe po e vendosi këtu poshtë. Deri këtu lart. Shikoni. Këtu po e marr logon, po e ngrej drag and drop, po e qes me CTRL Shift edhe me klapën gjatas, kjo të lart, po i selektoj edhe po i qes center, pastaj prap i vendosi se thash këtu lëvizni ku ti selektomi. Shikoni. Tani e kemi një opcion, mu me bu kitë logon e bardhë, shikoni kështu, apo mu me, për shembull, me kliku këtu dy herë, shikoni si bëhet kjo. Pastaj i selektoj vetëm këto, edhe e marr gjyrën e bardhë këtu, e bëj gjyrën e bardhë edhe pastaj veç klikoj dy herë këtu, shikoni kjo si u bë. Pastaj më marr këtë tekst këtu me shkronjat moja, CTRL Alt e po ngrej këtu, edhe po klikoj dy herë, edhe po vendosi këtu për shembull webin. Gjithashtu po bëj CTRL A, po shkoj te karakteret, edhe këtu e kena me zgjenu tekstin. Për shembull këtë rastin e po bëj 100, po e vreni u zgjenu pak teksti, po selektoj këto të dyjat, center, edhe tani vetëm u sigurona me vendos këtu knap. Edhe nëse klikoj Shift F, shfaqet këtu do të thonë dizajni, pari i dyti me shigjeta i ndroj, apo CTRL, do të thonë një, shfaqet kjo, do të thonë kjo është dizajni i kësaj vizit kartele.